Administrata tatimore ka nisur në terren prej 4 ditësh aksionin kundër informalitetit. 125 grupe dhe 310 inspektor kanë zbritur në Bregdet. Në një intervistë për News 24, drejtori i shërbimit ndaj tatim paguesve Erion Prifti thotë se ky aksion është shtrirë në zonat bregdetare, nga Shkodra në Sarand, një aksion që ai e ka quajtur informues. Aktualisht ndodhen 125 grupe në terren me rreth 310 inspektor. Këto janë të kuptohet punën më të madhe kanë të përqendruar në zonën bregdetare, duke filluar që nga Shkodra deri në Sarand. Nuk janë lënë më njanë edhe qytetet e tjera, kuptohet qytetet e mëdha si Tirana, Elbasani, Korça. Por për të gjithë këto zona do të ketë edhe një rivizitim të dytë. Faza 2 është përsëri një rivizitim të gjithë subjekteve. Kuptohet jo vetëm zonën bregdetare, por në të gjithë vendin, për të parë nëse i kanë plotësuar realisht detyrimet e tyre apo jo. Kjo pasi ne kemi gjatë këtyre 4 ditë për shkak kemi vënë dobësirat e natyrës, mos lëshimi kuponit tatimor për kundrejt shërbimeve dhe mallra shitura, mos deklarimi punojësve. Për të ardhur në ndihmë të gjithë tatim paguesve me detyrimet të prapambetura, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve u ka kërkuar degëve rajonale të vijojnë zbatimin e skemës së pagesës me këste të borxheve tatimore. Prifti sqaron se biznesi që bën një marrëveshje për pagimin me këste të detyrimit do të përjashtohet nga gjobat për pagesë të vonuar të detyrimeve. Drejtori i Përgjithshëm ka nxjerrë urdhrin duke thënë që të gjithë punojësit e administratës që kanë lidhur marrëveshje me këste me tatim paguesi, duhet t'i rishikojnë me kujdes. Të shuajnë të gjitha gjobat të cilat janë ngarkuar pa drejt përkundrejt atyre të tatim paguesve, të cilët kanë lidhur marrëveshje me këste për pagimin e detyrimeve dhe që kanë respektuar këtë marrëveshje me këste. Kjo bën të mundur që shumë tatim pagues, të cilët janë ngarkuar padrejtësisht me gjoba, të çlirohen nga këto gjoba dhe të kenë një situatë më normale. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve kërkon gjithashtu nga administrata rajonale të tregohet e kujdesshme në zbatimin e ligjit për faljen e gjobave, të atyre bizneseve që kanë paguar kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore deri në shtator 2015. Në rast të kundërt, Prifti thotë se Drejtoria e Përgjithshme do të marrë masa administrative ndaj tatimorëve. Është vënë re që një pjesë e tatim paguesve nuk kanë përfituar nga kjo falje. Që neve në analizat tona të brendshme të identifikojmë që një pjesë e caktuar e administratës nuk ka reaguar apo nuk ka zbatuar drejt ligjin dhe ka vazhduar të dëmtojë tatim paguesin. Për gjithë ata inspektorë tatimor që nuk kanë dashur të respektojnë ligjin, do të ketë masa administrative. Hapi tjetër i rëndësishëm që Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka ndërmarrë për kontrollin e punës së tatimorëve në të gjithë vendin në zbatimin nga ana e tyre, edhe i vendimit të gjykatës kushtetuese për anulimin e supergjobave ndaj bizneseve të vendosura gjatë fazës së parë të luftës kundër informalitetit.